Klementin, dhe diçka të fundit tek sistemi i drejtësisë në dy aspekte. Si ke parë këto diskutimet dhe zhvillimet e fundit në sallat e gjyqit me kafaz xhami apo jo, me këtë çështjen e transmetimit direkt apo jo, dhe ka qytetarë që edhe mund të jenë zhgënjur me drejtësinë e re, nuk di SPAK, GK etj. Ka një diskutim që ndoshta nga të paprekshëm që ishin politikanët deri dje ndoshta po bëjnë gjyqtarët dhe prokurorët. Është kështu? A duhet vijnë qytetarët në gjykimin tuaj të kenë besim tek drejtësia? E para unë do thoja këtë që kur bëjmë të dallimin dhe themi gjyq politik për disa politikanë, po themi, të rangut lartë, si zoti Meta apo tjerë, po themi. Dhe nga ana tjetër gjyq jo politik, kur i drejtohemi, pra kur flasim për gjyqet që bëhen për qytetarët e zakonshëm me radhë, mendoj që jemi gabim. Jemi gabim sepse gjyq politik nuk ekziston. Gjyqi politik do të thotë është deformimi i drejtësisë. Po. Do të thotë drejtësia është komanduar nga gjyqi është vetëm juridik. Gjyqi është vetëm juridik. Në këtë kuptim, të kërkosh që për gjyqet politike të bëhen me dyert të hapura, është një gafe madhe sepse je duke keq konceptuar atë që çfarë është gjyqi. Nuk ka gjyqe politike. Nëse ka gjyqe politike s'duhet ndodhin. S'duhet ndodhin. Jo drejtësia është regle politike. Dhe nëse nuk duhet ndodhin, nuk është nuk mund të themi duhet ndodhi me dyert hapura, nuk ka lidhje, kjo është gjë kot. Atëherë, nuk është kjo çështja pra. Çështja është tjetër gjë. Çështja është që pa diskutim për po themi për politikanë të lartë, të cilët janë përfolur, janë gjyq tani me radhë, sigurisht që duhet kishte më shumë informacion për publikun. Informacion të përzgjedhur, por nuk ka pse publiku ta ndjejë kështu live. Dhe pas krijoj një përshtypje të vetëm apo besim të vetëm që çfarë ka ndodhur. Tjetër gjë kjo dhe tjetër gjë me dyert hapura. Sepse mund të ketë sensibilitete juridike, pra gjëra që nuk duhet dalin jashtë sallës gjyqit, po themi, për një arsye apo një tjetër, që nuk e dim që mund të ndikojnë në proces. Kjo është një gjë. Pastaj, sa i përket pastaj kafaz apo jashtë kafazi, dikush pus në ballë një aktor ose e kundërta, e me radhë. Këto, pastaj, ky lloj diferencimi, unë nuk di të them nëse është i bazuar në procedurë, pra në drejtën procedurale, si më thënë, në mënyrën se si duhet zhvillohet, pra juridikisht, po themi, një proces. Por ajo që natyrisht mund vëre si qytetar këtu është që kemi parë sjellje të ndryshme, për shembull, me që mund krahasojmë zotin Veliej me zotin Meta, po themi, se sjellja është ndryshme në dy rastet. Sjellja ka qenë ndryshme edhe atyre të dyve kundrejt organeve drejtësisë fillimisht. Për shembull, zoti Veliej i quante koleg prokurorët të SPAK-ut. Dhe derisa u arrestua, nuk është se tha ndonjë gjë kundër tyre. Zoti Meta i ka sulmuar. Zoti Meta i ka sulmuar. Nuk di të them nëse kjo është se tani kjo nuk mund besoj të shërbej si argument për një trajtim të ndryshëm pastaj. Por thash, perceptimi popullor ky është. E fundit fare këtu me një fjali, të lutem edhe duke kërkuar ndjes. Në gjykimin tuaj, e mira apo e keqe, duhet vijuar që të ketë besim qytetari tek drejtësia. E megjithatë kjo e reja që po. Unë mendoj që pa diskutim që po. Drejtësia është shpresa e vetme që ky vend mund të ecë përpara, jo thjesht të integrohet, po të europianizohet. Me kuptoj. Faleminderit shumë. Kënaqësi Klementin, ditë mbar ju uroj edhe mirë të takofshim edhe në biseda të tjera. Faleminderit ju që na ndoqët në programin e mëngjesit Shtypi i ditës dhe ju për këtë të martë. Vjoni me Rezet Dielli, qëndroni Report Televizion. Mirë të takofshim së bashku.